Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në sezonin e tretë të emisionit Zoom. Ne po nisim këtë sezon në një moment vendimtar për vendin. Vetëm pak javë në ndajnë nga fushata zgjedhore. Tani më partitë politike dhe koalicionet i kanë parashtruar kandidatët për kryetar komunash dhe listat për këshillat komunal në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Cilat do të jenë temat që do të përcaktojnë këtë fushat? Sa janë partitë gati për të folur me program e vizion dhe sa për të mbetur tek propaganda e premtimeve. Dhe më e rëndësishmja, çfarë presin qytetarët? Sonte do të përpiqemi të japim kahje, të lexojmë sinjalet e para dhe të kuptojmë çfarë zgjedhje na presin. Sonte me mua në studio janë analistët Ramadan Ramadani dhe Faton Aliti, të cilët do të japin komentet dhe analizat e tyre në lidhje me fushatën e cila na pret. Të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm, faleminderit. Kënaqësia është e jona, shikues të nderuar, ky është Zoom, unë jam Ersan Pajaziti dhe ne fillojmë më njëherë pas siglës. Po atëherë të nderuar, ashtu siç paralajmërova, në emisionin e sotëm do të analizojmë, komentojmë dhe diskutojmë lidhje me retorikën e partive politike, e cila kohëve të fundit sigurisht që është kryekoput e përqendruar dhe fokusuar te zgjedhjet lokale të 19 nëntorit. Atëherë, zoti Aliti, jemi vetëm 2 javë larg fushatës zgjedhore. Çfarë do ta përcaktoj këtë garë? Premtimet apo emocionet politike? Po shifen, nga përvoja e këtyre viteve pluraliste, më shumë se 30 vjet apo, mund lirisht themi se në mas më të vogël programi, në mas më të madhe emocioni, duke patë parasysh se jemi zgjedhje lokale. Sigurisht se edhe temat lokale, kandidati, vetë kandidatët, vetë lista, por pavarësisht se flasim për zgjedhje lokale, që duhet të jetë kryetemat jenë temat lokale, ndikim të madh do të kenë edhe politikat shtetërore, politikat e qeverisë. Kështu ka ndodhur gjithmonë, nuk besoj se do të jetë më ndryshe. Nuk them se nuk ka votues të cilët vendosin për njërin apo tjetrin kandidat në bazë të programeve të cilat I lexojnë, por fatkeqësisht janë akoma në një përqindje të vogël dhe të pamjaftueshme për të thënë se I dominojnë emocionin apo përkatësinë politike. E dim, një grup bukur I mirë I votuesve, të cilën do anë qofshin, pavarësisht nivelit të kandidatit, pavarësisht programës që prezanton, pavarësisht shumë gjanave tjera që janë me rëndësi, do të votojnë përsëri kandidatin e partisë të cilët ato I takojnë për interesa më të ngushta apo qoftë edhe për një inat, themi, personal apo grupor me dëkant, dhe një pjesë e cila, unë them, ato që kanë qejf të luajnë vallen para shtabit pas orës 8-9 mramjes, kur shpallen rezultatet, ato që kanë bindje se do të fitoj njëri ose tjetri grup, dhe motivin e ka këta. Fatkeqësisht nuk dominojnë, nuk janë përcaktuese temat që kanë të bëjnë me vetë qeverisjen lokale, po janë disa sosh. Zoti Ramadani, në paralajmërim thash se fushata zyrtarisht fillon për më pak se 2 javë, konkretisht pas 2 javësh. Mirë po ne që ndjekim politikën e dim që de facto fushata, sidomos në kampin politik shqiptar, ka kohë që ka filluar. Ju çfarë prisni nga kjo fushatë? Po, unë mendoj se kjo
fushat, do me thonë që veç jo zyrtarisht ka filluar, do jetë një koktej fushat e përshkruar me 3 asimetri, të cilat do mundohem në vijim t'i spjegoj ashtu si që duken tani. Dhe ato asimetri mund në vijim të prodhojnë anomalit të ndryshme, mund të prodhojnë nga dalsim të fushatës, po mund të prodhojnë edhe ashpërsim në emocione, si që thoni ju, e ato janë tek e fundit qëndrime politike që më pastaj reflektohen në qëndrime politike të votuzve e cila është vota. Do me thonë, edhe do arrimi të ajo dita e diel, 18 tetor, kur njerëzit, si pas bindjeve të tyre, lirshëm do votojnë dhe do përcaktohen për të parët e komunave të tyre. Ato 3 asimetri që tani kimi nisë me i pa, sidomos në kampin shqiptar, janë biseda për tema nacionale, kombëtare, do me thonë që kanë të bëjnë me shtetin, me pushtetin qendror, legitimitetin dhe vazalitetin e tjera me radhë, që ka janë termat që veç më janë përdor, dhe përqëndrimi në atë që janë këto zgjedhje. Do me thonë, këto janë zgjedhje lokale, të cilat bëhen, si pas ligjit të decentralizimit në Maqedoninë e Veriut, janë përcaktume në komuna dhe në qytetin e Shkupit dhe si pas asaj edhe duhet të zhvillohet fushata. Pra këtu unë e vrej një asimetri mes kësaj, ku shpesh, do me thonë, bëhen biseda kombëtare nacionale e këto në fakt janë zgjedhje lokale. E dyta asimetri, që kësha dash me cek në fillim, e mandej mund edhe të shtjellojmi, është një asimetri mes partijake dhe kandidatëve të pavarur. Do me thonë, ne të mos harojmë edhe herat tjera, kemi pas, do me thonë, edhe në pjesën maqedonase të elektoratit, po edhe në pjesën shqiptare, kemi pas lista të kandidatë, lista të pavarura për këshilltar, por edhe kandidatë të pavarur për komuna. Mirë, po këtë herë ka një inflacion, me thonë, i shtim, sigurisht që është i mirë edhe pozitiv për zhvillimin e demokracisë, sidomos në pjesën shqiptare. Do me thonë, këtë herë, ne prej Strug kemi kandidat të pavarur, në Kërqov, Gostivar, në Dibër, edhe në shumë vende ka kandidat të pavarur. Do me thonë, edhe realisht ato janë, do me thonë, me kredibilitet edhe me parashikim që mund dalin rrethin e dytë, ose edhe eventualisht të fitojnë, varet prej komunës. Kjo nuk ka qenë ma herët, do me thonë, në këtë përmasa. Kemi pas në 1 ose 2 komuna, kemi pas kandidat pavarur, por nuk ka qenë në këtë përmas, dhe këtu tani ka një asimetri në atë se muhabeti si shkon e zhvillohet, do me thonë fushata si shkon e zhvillohet, ajo do bëhet edhe do përqendrohet në partijake. Edhe këtu kandidat e pavarur do të kenë ma vështirë deportimin, daljen në media, daljen në shesh, dhe këtu mund ndodhe një asimetri. Faktikisht, partitë dhe kampet politike, sidomos në pjesën shqiptare, mund të mbulojnë, do me thonë, ato kandidaturat e pavarura dhe kandidatet e pavarur, në aspekt se sigurisht gjithmonë është më me rëndësi që ka thonë Aki për Vleni, Vleni për Akin, se sa dikush që ka thonë për ato tudia tabore. Dhe e treta është një asimetri që është ende në zhvillim e sipër, tash mos të folmi ne para kohës se si do zhvillohet, po jemi duke fol shenjat që i shofim, është asimetria mes Maqedonase dhe Shqiptar, do me thonë kombit politik Maqedonase dhe Shqiptar. Këtë herë kemi një lloj si ndërhyrje, do me thonë një lloj si ndërhyrje ku shofim, do me thonë se BDI-ja mundohet të japet gjevap VMRO DPMN-s, VMRO DPMN-ja fol për BDI-jen, ku të di Vlenit dikush komenton për Levicën, e tjera me radhë, do me thonë kësi jo proporcionalitete në opinionin publik, edhe kësi gjevape që janë edhe interetnike, do me thonë deshëm apo zdeshëm, ato marrin për masa interetnike, dhe në bazë asaj dë njëherë mund të sjellin përfitim ose përfitim politik, mirë po shumë raste janë të rrezikshme në aspektin e trajtimit të kësaj.
Po, përmendje shumë çështjeni, sigurisht që do t'i analizojmë të gjitha këto. Zotja Lite, zgjedhjet lokale në disa raste, po edhe shpesh herë konsiderohen si test për pushtetin qendror. A do të flej kjo edhe kësaj here, duke marrë parasysh që kjo qeveri është në vitin e parë të saj, domethënë ka bërë një vit e ca. Shqip, duke pat parasysh se edhe atë debat shumë të madh që u bë dhe kam përshtypjen se akoma edhe nuk kam mbaru, sa i përket legitimitetit kush e ka të shqiptarët, që ndodhi pas zgjedhjeve të vitit kaluar parlamentare. Atëherë këto zgjedhje lokale mendoj se detyrimisht edhe pak më tepër se sa herat tjera do të kenë, do të bëjnë rezultatet, do të bëjnë presionin e vetë. Nga ajo që pritet si rezultat në nivel shtetnor, që në të gjitha anketat, të paktën që i kam pa unë, po anketa shumë serioze, duket se do të jetë një dallim shumë i madh mes koalicionit AKI dhe Vlen në favor të AKI-s, dhe domosdoshmërisht kjo do të krijojë presion. Presioni do të mvaret sa i madh do të jetë edhe nga dallimi që do të jetë në votat për listat e këshilltarëve. Ta zonë, në qoftë se votat janë 2-1, ashtu si edhe pritet, atëherë është i pashmangshëm debati, është e pashmangshme hapja e temës së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, sepse në qoftë se dikush kishte dilema, unë për vete jo, në qoftë se dikush ka pat dilema sa i përket rezultatit vitit kaluar, se kush ka legitimitetin të jo maqedonasve ose të shqiptarëve konkretisht, në këtë rast, në ndonjë rezultat të tillë, eventual, këtu më nuk do të ketë dilema dhe prandaj tash a janë të vërteta, janë gjysmë të vërteta, po si thonë ku ka tim ka dhe zjarë, prandaj dhe ka fillu të ndëgjohen informata të ndryshme se pavarësisht rezultatit a do të fitojnë këtë komunë ose s'do të fitojnë kandidatët e Vlenit pas zgjedhjeve, ato planifikojnë të alshin qeverinë për të shpëtuar nderin e dignitetin e kështu me radhë. Tash, a qëndron kjo si logjik, po lartë poshtë qëndron dhe do të qëndroje edhe më tepër në qëpëse rezultati do të jetë i tillë ashtu si pritet të jetë. Mendoj se viti i ardhshëm me gjasa reale mund të jetë edhe viti i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Zotin Hamedani, zotja Riti tha se një rezultat i favorshëm për Aleancën Kombëtare për Integrim do të krijonte një lloj presioni për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Pajtoheni me këtë? Jo, nuk pajtohem me këtë, edhe për mu edhe debati për legitimitetin është absorbu motin, e kemi pas atë shumë e kemi trajtu në për analiza dhe debatet të ndryshme, por si do qoftë nuk mendoj se ne mund të tash të analizojmë rezultatin ose parashikimin e rezultatit, pasi jemi ende në fillim, jo në fillim, po nuk është përmend puna e fushatës, edhe ende s'ka nis fushata. Por ajo që është me rëndësi, është në këtë rast, është një artikulim politik të cilin si që keni vrejt, pri se është, me thonë kështu, është hapë fushata, muhabeti i fushatës para zgjedhore për lokale, kemi një front politik i cili është i quajtur Vlen, do me thonë që përbëhet nga 5 subjekte që shkon drejt unifikimit e tjera me radhë, nuk dim nëse do ndodh ajo, por që insiston që këto zgjedhje lokale, do me thonë të perceptohen si lokale. Dhe që është më me rëndësi, do me thonë që duhet ne të analizojmë tash edhe të marim parasysh, është se këto kanë punu për këtë. Do me thonë kanë punu për këtë në aspektin e ati programit. Kjo qeveri ka hap program me cilën dha projekte komunave. Do me thonë projekte konkurun komunat në ato projekte. Zdi sa ke ajo me cifra. Do me thonë kanë punë adekvate në këtë me insistun këtë. Edhe nëse e keni vrejt, do me thonë në diskursin publik, sidomos liderët e Vlenit, insistojnë natë se kjo është, do me thonë, zgjedhje lokale dhe janë për komunat. Ka ana tjetër, e kemi një front tjetër
që tani e ka emrin Aki, dhe që e bën muhabetin prap për punën e presionit, zgjedhjeve parlamentare dhe zakonisht miret me tema nacionale. Pse? Shkaku se ajo në formimin e koalicionit të vetë, do me thonë ajo ka dhënë shumë kryetar komunash, kandidat për kryetar komunash, ka dhënë shumë, dhe tani kur ta shifni aty, do me thonë ajo substanca kryesore që e përmban koalicionin Aki, është BDI-ja, kurse BDI-ja ka vetëm 3-4 kandidat për kryetar komunat. Tjerat i ka dhënë tjerëve ortakve vetë. Në komunat më të mëdha. Po, në komunat më të mëdha. Në komunat më të mëdha janë 3-4, po 14-17 janë shqiptarëve. Sa komunat mëdha janë krejt? Po, qatë si e mërtojmë i komunat mëdha. Si numërojmë sa kandidat janë në komunat mëdha, atër të themi se janë 6 komunat mëdha, dhe në qëpse janë 3-4 BDI-s. 17 ka të shqiptarëve, apo 15 deri në 15 deri në për komunat e mëdhaja. Ose rritet mëdhaja, ose rritet përgjithse. Në te përdishme, atër ka 8-9. Nuk ka 4, në kupta. Jo, të jemi korekt me numrat. Po që shpebojmë, qatë si di Jo, po ti si dush, në qoftë se i numron të mëdhajat, po më shumë ka dhonë, do me thonë, atër numre vetëm mëdhaj. Po, mirë, BDI-ja është 80% që kësho ta këthejmi, me përqindje, jo më smirë me numër. Ajo puna aty, në, po... Po, jo, vetë korektësis numrave, për shumë... Tamam, atëre pe këthejmi me përqindje. Jo, pe këthejmi me përqindje, BDI-ja është 80% e Akit, kurse ka kandidat komuna, sa ka, s'di. Sa ka, unë s'di, do më thonë me përqindje, aqë sa ka mendu ata, do më thonë edhe kete bojnë, kete ke kanë bo ketë, për më bo muhabeti kombëtar, do më thonë, se për ndrysh ato nuk do lishin, do më thonë. A pse ju pengon juve të bëhet, pse ju pengon juve të diskutohet për temat kombëtare? Nuk ato pengu, unë jam të analizu, o faton, unë jam të analizu. Vlenit pse i pengon? Se di unë pse i pengon Vlenit. Vleni i pengon se Vleni insiston lokale. Po pse shikni të parësyshme që të imponohet? Për shikni sen, përmisoj atë. Okej, pse e shek të parë, unë e shikni të... U tregova të parën, në shumës, për shkak të respektit, jo ju të Vlenit. Për shkak të respektit. Ose, okej, që për të thëmë me emën. Pse ti Ramadan? E para, s'dia e njove pjesën e parë. Që të bëhet tema, të diskutohet tema Nuk e shofu në politikave kombëtare. Unë jam të analizu. Faton, pjesa parë ishte se këtu ka një koalicion shqiptar që insiston në punë lokale. Edhe në përqendrimin e këtyre zgjedhjeve që janë lokale. Këto janë Vleni. Kjo është okej. Edhe kanë bo punë për këtë, thash. Edhe ato zdojnë me hup mundin e vetë. Tash analizojmë pjesën e dytë. Ka këtu një element, i cili tash sfundi e ka marrë emrin Aki, edhe ajo ka dhonë shumë kandidat për kryetar komunat, që është simptomatike, se në përqindje jo proporcionale ka dhonë. Kete ka bo për shkak që mos reformohet, do me thonë. Se për ndryshe ajo vetë do duhesh të reformosh, sa së reformohet vetë edhe të shkoj Ali Ahmetit, Vere Bujar Osmani, ajo e ka bo ketë që e ka dhonë Dibrën, e ka dhonë Strugën, ty pos ndorë, e ka dhonë Araqinën që ke perfekte, do me thonë edhe puna, edhe partia, edhe ketë me radhë, i ka dhonë këto për mos mundru vetë. Kjo është ajo pjesa e dytë, do me thonë, edhe këto insistojnë natë. Qëllimi përfundimtar, si duket, me aqë sa kemi po deri tash, është që muhabeti të vazhdohe edhe të mrijet prap të kthehet te legitimiteti, që është një muhabet bosh, edhe kemi bo disa herë, se ajo nuk ndikon për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Kurse për zgjedhje parakoshme parlamentare, i kam dy argumente se pse ato nuk ndodhe. E para është se asnjëherë nuk ju vije Vera Kadera Maqedonasve që me 54% të kenë pushtet 90% sikur që e kanë tash. E dyta është se VMRO-s asnjëherë nuk i përsëritet ky rezultat zgjedhor. Mendon që ka rënje të votave të VMRO-ja? Sigurisht, do me thonë, si do qoftë ka rënje, do me thonë, si do qoftë ka rënje, ky rezultat nuk mund më të përsëritet. Do me thonë, kjo shans, kjo, si thojmë në Shqip, nuk ven Vera Kadera, njëherë ven Vera Kadera, nuk ven mo. E dyta është elementi i znamit. Mos të harojmë se kjo qeveri është e formuar prej 3 ortakëve politik. Do me thonë, Vleni, Znami edhe VMRO DPMN-ja. Znami është ajo parti e përkohshme që është formuar në shkakull e i dobësisë LSDM-s, edhe njerëzit që nuk kanë mund, do me thonë, shumica tash po folmi, nuk kanë mund direkt dalin në anën e kundërt faktikisht në VMRO, kanë dalë këtu në Znam dhe ato e kanë mri një rezultat i cili është i prap thom i papërsëritshëm.
Pse është i papërsëritshëm? Shkaku se ato siç e dini, domethënë zgjedhjet presidenciale që u bajtën bashkë me parlamentare kishin më shumë se 100.000 vota, kurse mas 2 javë kur u banën parlamentarët pa 60.000. Domethënë edhe ajo shkon duke u asit, kurse nga ana tjetër shkon konkurrenti direkt i tyre shkon në rritje. Edhe ajo është në këtë majtat, po, e majta, në këtë matjet e majta është në sipër, domethënë duke shku. E ky rezultat është i papërsëritshëm për atë interesi i parë i krejt këtyre, domethënë forcave që e kontrollojnë qeverinë, është që mos të ketë më kësi matje, domethënë forcave maqedonase që përbëjnë shumicën. Mund të një sjarim të vogël. Unë mendoj përsëri se presioni do të jetë i madh, nuk mund të garantoj se do të ketë apo s'do të ketë, po presioni i madh për zgjedhjet parakohshme do të jetë, dhe thash se ka informata të cilët... Nëse, do me thonë, dush me thonë rezultatit. Për shkak të rezultatit. A i thash më herët nëse. Kushtimisht e thash, po anketat këto e tregojnë dhe rall herë gabojnë më shumë se 1-2%. Dhe për shkak të kësaj, thash se ka informata se vlen do të tërhiqet nga qeveria. E tash, në qoftë se zotri Ramadani mendon se edhe me tërheqjen e vlenit nga qeveria nuk shkaktohen zgjedhjet parakohshme parlamentare. Atëherë jeni dakord me deklaratën e kryeministrit Mickovski, i cili në pyetjen fill pas daljes së Arben Taravarit prej qeverie, a është qeveria stabile tash pas daljes së Taravarit, ai u përgjigj, ne dhe ZNAP kemi 63 deputet në parlament dhe shumica që përkrah qeveri është stabile. Që në përkthim, edhe unë edhe ti dhe krejt opinioni e kuptojmë se ai tha, jo vetëm Arben Taravari, për dhe komplet vleni mund të del prej qeverisë, ne me ZNAM-in i kemi 63. Kjo ishte një nokaut publik, kjo ishte një poshtrim publik, jo vetëm për vlenin, edhe për mua edhe për ty edhe për gjithë tjerë, dhe poshtrimi edhe më i madh ishte se nuk pat asnjë deklarat, as tentativ për koment të kësaj deklarate, sepse kjo ishte shumë e rëndë për atë njërin nga ato 3 partnerët që i përmende pak më parë. Por unë vazhdoj të mendoj dhe vazhdoj të kem bindjen se politikanët dhe udhëheqësit e subjekteve politike brenda vlenit vazhdojnë të kenë dignitetin e vetë dhe nderën e vetë. Unë nuk mendoj edhe një fjalë. Unë nuk mendoj se ato kësi poshtrimesh do t'i durojnë deri në pafundësi. Dhe prandaj kam prirje t'ju besoj këtyne gjysëm informatave, që thash ku ka tim ndoshta ka dhe zjarë, se në çfarë do rezultati të pas zgjedhjeve, që është konform këtyne anketave që i kemi pa, edhe unë edhe ti, jam shumë i sigur se edhe ti i ke pa, atëherë, okej, ja, që i kum pa unë, besoj se kjo edhe mund të ndodhë. Po edhe nëse s'ndodhë, edhe nëse nuk duhen ato të tërhiqen, nuk është logjike të më thoni se do të vazhdojmë ne se këto janë tema lokale, pavarësisht se ne kemi humbë për shembull 140.000 me 70.000 votë. Kjo mos ka logjik. Nuk veç pak, do me thonë se une nuk në atë pjesë nuk e analizova punën e qëndrimit të vlenit, se shka ka me bo vlenit, do me thonë. Jo, për qeni sigur se s'ka zgjedhjet parakohshme, atër du t'i kesh parasysh gjitha scenario. Jo, që ati më presupozove se unë bona analizën për ortakët e Maqedonas të asaj, edhe për mena vëmërojnë, edhe për mena znome. Edhe argumentet e mija ishin në... Pajtohesh me deklaratën e Mickovskit, jo që ke kretë vleni, unë kam qeveri, s'ka zgjedhjet parakohshme. Unë analizova të kalzova se pse s'ka me pas zgjedhjet parakohshme, argumentet e mija se pse s'ka me pas zgjedhjet parakohshme. Po dhe sepse kanë 63 pa vlenin, këto po më thu. Ama nuk analizova plesën e vlenit, ti analizova edhe më nxit e mu se unë e ku me analizu. Ta shkojmë në dytën, ta shkojmë në pjesën e dytë të analizës teme, në pjesën e dytë të analizës teme. Se kjo, nuk përmena unë e vlenit e puna e argumenteve sepse s'ka me pas zgjedhjet parakohshme. Për ndryshe,
kjo Do me është thotë ti qeveri... përjashton mundësinë që vleni talë sheqer? Jo, unë se përjashtoj mundësinë, unë nuk mrina atë me analizu, unë tash kam e të kalzu ti shka. Kjo është qeveria e Vlenit, do me thonë kjo nuk është qeveria i Hristian Mickovskit, është qeveria i Izet Mexhitit. Do me thonë me krejt ato... Parës thaj nuk përsëritet, nuk nuk vjen 3 herë vera kadera se për me Macedon 54 thash, o Faton, pse po mandron? 90% pushtet, a ka? Po, 90% ka, po për qatë do me dhonaj. Po për qatë do me dhonaj. Si që ka qeveri Po Izet? qeveri se që shtu e aje ka formu. E ka formu Izet Mexhiti. Ata 90% pushtetin kjo ka formu Po, Kiva ka formu. A, këtë logikë se kisha ndigje. Mirë, ta dëgjëm Ta sos me pianismi kësho me... Jo, është ta sos. Do me thonë kjo, këtu tash analizojmë punën e qeverisë Vlenit. Vlenit, do me thonë, masi të fitoje shumicën e votave, masi të fitoje kretë komunat, mundët me rinegocu këtë. Do me thonë, e kom bo njerë qeverin, kom bo gabim pazarlëk, e kom lënë Ministrinë e Mbrojtjes jashtë, e kom lënë Ministrinë e Kulturës për gjimës, si kom kry kretë, atëre unë zhme dhe rinegocojme. Pse? Pse shtash i kam 15 komuna une, do me thonë, nuk jam aj shka atëre hupa me taravarin, dul taravarin, qeli muhabete, kujdi shka, edhe e rinegocion. Kush e rinegocion? Njëri ortak i barabart i qeveris. Do me thonë, kjo është qeveria Vlen, Znam edhe Vëmëro, edhe Përat. Do me thonë, unë në atë pjesë, për qatë mësë minë gjitë senet, ta shkojmi si dushë, analizojmi punën... Jona me tjetën janë të logikshme, janë rjedhim logik. Po, ama... Kaç nuk të njës? Ja, ma nëgjite se unë nuk bona analizë shka ka me bo Vleni. Ta është jam të bo analizë. Për bo analizë vetëm për rrethanat që ti do i shtrysht, se ka edhe rrethanat qena që ti si shtrana, më kuptar. Ama ti thove si ki me thonë ti, apo kupton, ti do me thonë, ti po thot beja, ki mërit e beja, unë s'ku mërit e beja, unë keshtu folë. Që ta është të bona edhe bejen të kalzova, edhe shtash... Po beja s'ka logik me aja, se nëse aja thot 90% pushtetit e ka Vëmëroja. Pushtet efektiv, aje ka. A qeveria është e Vlenit, jo s'ka për një qëfar logik. Që s'ka logik, Po qeverin e mirë, ka formu gjeje ti Vleni. logikën, unë s'po gjej. Veç pak, edhe një përmisim, se këtu ka edhe falsifikat, ajo deklarat nuk është e Hristian Mickovskit, është Aleksandar Nikolovski. Jo, është e Hristian Mickovskit. Aleksandar Nikolovskit është, do me thonë edhe është deklarat politike. Që ku i kemi telefonat? Shifetin për telefonat, shifet kushta thonë, 64 i kemi bashkë me znami. 63 ka thonë, jo 63. Edhe, po, Aleksandar Nikolovskit edhe ka pas përgjigje, do me thonë, është përgjigje e zëvendës kryeministrit parë, Izet Mexhiti, ku tha se nuk ka qeveri pa neve. Do me thonë, edhe kjo është fjallu, ka përsëri disa ere, po nuk janë dasht ato thash, prap nuk janë dasht mu marrë me çështje kombëtare, me çështje legitimiteti, se është bosh muhabet, se këto janë zgjedhje lokale. Edhe ato janë të insistun këtë, edhe janë të dhonë sakrificë për këtë. Do me thonë, ato se kanë kollaj, dikush me ju thonë vazale, dikush me ju thonë jo legitime, pikrish për ato në thonë se nuk do të durojnë deri në pamfusit, mund dalë zgjedhje lokale, ama mundën me dalë ato, ama është vendimi atinve, na nuk mujme me analizu shtash, apo kupton? Dërsa nuk ka deklarata zyrtare. Aparat që ka kalu të analizeme, disa kollaj. Jo, nuk ne këtu jemi të analizem, një analize bon edhe ajo gabim. Jo, së është gabim që ta gjej se Mickovski ta ka thonë. Edhe do me thonë... Mira, pasaj të këthejmi këtë aspekt. Për atë, do me thonë, këto janë të bo sakrificë, edhe kjo është shumë me rëndësi me ditë. Janë të bo sakrificë Vleni për atë që insistojnë në zgjedhje lokale. Shifti sa herën ditë ato i qesin tema, jo bota sërve, jo sen, jo deponia, jo ato, ketë në kombëtare sene, ku këto nuk hinë ose nuk hargjojnë energji, pse janë zantë na për mahalla duke lip vota. Edhe kjo është një lloj sakrifice, se ka kollaj aj, mos me dhonë gjavab, kur kretë argumentet i ka aj, do me thonë. Mirë, të kthejmë në temë, edhe këto zgjedhje në kampin politik shqiptar, zoti Ramadani, kemi dy tabore, megjithatë ndryshimi vetëm nga zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare është që në Vlen nuk bën pjesë as Arben Taravarit, ndërsa kjo parti tani më është bërë pjesë e Aleancës Kombëtare për Integrim, ajo që përpara njihej si Fronti Evropian, kurse nga ana tjetër në Vlen megjithatë ka mbetur një pjesë e ASH-s, kryesisht e udhëhequr nga zëvendës kryeministri Arben Fetaj, si pritet ky ndryshim të reflektohet në terren? Unë mendoj se kjo është një handicap për Akin, do me thonë edhe përveç se s'kam i upru për parsin vota, bile kjo kam i damtu, sikur pe shofmi deri tash se zhvillimin e fushatës, mas pari Aleanca Shqiptare e Arben Taravarit, nëse e keni pa, kanë zherë foto veç me kandidatat e vetë, edhe mundohet me hecat. E dyta asnjëherë nuk kanë ndodha jo në gjizja brenda frontit, do me thonë me nejt liderët partijak,
të dy ashëjave, edhe Sela edhe Taravari, dhe kjo është handicap për Akin. Kur kjo të përkthehet në teren, kjo ka ndodhur më handicapin kombëtar, kur të përkthehet kjo në teren, bile ka me kon handicap më i madh. Do të thonë, vend se me kon përparësi, ka me kon minus për Akin, edhe kjo ka mu reflektu shumë në punën e zgjedhjeve. Se, siç u tha edhe më para në opinion, do të thonë, Arben Taravari vetë ndoshta ka lëviz majta zgjathas, po elektorati është diçka ma e pa lëvizshme ose ma e lëvizje ma të ngadalshme ka, se sa mund të supozojë. Sidomos tashmo edhe listat kur u banën për këshilltare, edhe aty ka shumë një nivel i pakanatësisë që është reflektu mes atyre ortakëve, që të mos harojmë prapë Arben Taravari në atë ortaklëk edhe në atë hiset e Aki është taze, edhe nuk mund të njësoj ta potencoje forcën e vetë politike të supozume nëse e ka. Zotëri Alifi, ju çfarë mendimi ndani në lidhje me këtë pyetje që parashtrova, domethënë ndryshimi i vetëm në këto zgjedhje nga zgjedhjet e kaluara në kampin politik shqiptar gjithmonë flas është që brenda vlenit më nuk është tash Arben Taravarit, megjithatë atje mbetet një pjesë e cila është e udhëhequr nga Arben Fetaj, si kjo pritet të reflektoj në vota, në teren? Sigurisht se do të reflektoj. Sa vota ka pat Taravari në kuadër të vlenit, nuk mund të përcaktoj. A ka pat një përqindje të konsiderueshme? Absolutisht po. Po sa mund t'i tërheq? A i ka marrë të gjithë, duket se nuk i ka marrë. Por ja të themi se në bashkimin e tij Aleancës Kombëtare për Integrim, i ka marrë 50% të votave. Dhe në qoftë se, supozojmë, se që të katërt kanë patur hise të barabartë të vleni, do thëmë këtu se edhe Qoku ka pat po aq sa Besa, edhe Besa po aq sa Izeti, edhe Izeti po aq sa Taravari, i bie se i kanë pat ka 26.000 vota. Në qoftë se, edhe pse ne e dim se nuk është shumë, se Qoku i kanë jep 7-8 vota. Këta tjerë kanë pat pak ma shumë, i bie kanë një 30 e samit. Nuk mund të dim të cili sa ka. Jo, për Qokun e dim sigurisht, se për mi 10 si ka. Unë e dim, për vetën tim. Ama se është më atë bezban me thonë kësho, pikar që. Pa zban edhe Aki me thonë, ama qëtash, ja kemi nisë, jo AKI, jo Aki. Aki, kështu e lexohet ajo. Po, e tash Aki, akronimi lexohet Aki. Bile në fillim ishte Baki 54, ama mandej ndrum prapë. Ju më teki dikush. Unë nuk kam prerje Xhej si Lagapa. Jo, be s'ka Lagapa, që është të thonë, mune që është të e lexoj ajo, është dalimin lexim. Mu mbjen zërë që jam pjesë të avalinës, kur thu kështu Aki, edhe edhin ajo ironia më pengon se shumë jetë e potencu. Për ndryshe unë gajlen e AKI-s nuk e kom. As ato si kanë bo listat, as kanë gjirë kandidat, hiq farë. Ka as Lagapas kur gjo këtu, dy e lexon AKI, unë e lexon AKI. Më pengon qas, jam këpton se jam pjesë të avalinës ku je ti. Po mirë dhe, ama i lexoj pa ndërprerur. Okej, vazhdo, s'ka problem. E tash, në qoftë se i ka pat një 30.000 vota, dhe në qoftë se gjysmat i ka marrë, edhe pse ka marrë shumë ma shumë se gjysmat, po të themi se gjysmat, që mos hynë debat të kotë me Ramadanit, ato janë 15.000 vota. Minus 15.000 andej, janë plus 15.000 këndej. Edhe dalimin që ta thash ma herët të supozum se do tjetë diku 2-1, është shumë e thjeshta që është si përfundim. Edhe ato 14-15 komunat për vlenin se do fitoje, mund t'i harojmë që tash. A sa do fitoje, sa do humbje, kjo është çështje tjetër. A 7, a 3, a 2, a më kuptan. Ama 15, me Ramadan, tash kemi ardhë bëjmë një analizë pak ma serioze. Po, seriozin atë e bo, për qasë të zban me asit. 15 komuna, tash serioze, është komplet e serioze. Si të debatojnë tash me këtë që thu ti, vleni do fitoj 15 komunë. Po, ato kanë thonë, vetë kanë thonë. Ato kanë thonë, ama ne analizojmë diçka reale, jo çka kanë thonë. Arben Fetau mund të thotë edhe në 10. Realisht me analizu panodh. Shka mujnë me analizu? Na kina ardhë me analizu fushatët. Ti po analizon rezultatin panodh. Ne fitojmë edhe të Shkupit. Po, ama ku? Ku mund është me analizu ti diçka shka s'ka nodh?
I analizëm anketat për më? Po, ku janë ato anketa zyrtare? I kemë Po rezultate leve se nuk e cila halos s'ja ka nis. E dyta pse anketa për dy instituteve shumë serioze. Iri dhe Endia. Nuk shkon veç me matematikë, jemi më të qartë, domethënë Shkon, për opinionin. vetëm me matematikë. Ato votat janë njerëzit gjallë, edhe këto janë zgjedhje lokale. Edhe këto janë zgjedhje lokale, domethënë edhe nuk shkon ajo i ka pas 10.000, i u kanë gjitë 15.000, se nuk është kjo, domethënë janë dosene nuk bëhen shpricer. Domethënë nuk bëhen shpricer. Limonada me borovnis nuk bëhet shpricer, edhe pse do e bojnë, munohen me asit, ama nuk bëhen, domethënë nuk ngjit. Se ajo duhet me ja me bozë, ja me ujë thart, edhe çështo janë mënyrat. Këto kanë shku, boza është BDI-ja. BDI-ja është boza, domethënë ajo është kryesorja. Por çfarë do të them? BDI-ja është këtu kryesorja. Këtë këto i ban për mu haru do muhabet e tjera. Kretë këto bëhen që të reformohet BDI-ja. Jo, që mos reformohet BDI-ja. Do më thonë që mos të reformohet BDI-ja. Do më thonë që mos të ndryshohet trajta bozës, mbetet boza. Tina ma të qarë, do më thonë, ka një anekdot që ka shkon mes njerëzve që dojnë me i marë 2 gra. Edhe ajo thot që pse su një marin një prej arsyeve, kur arsyeton pse su një marin 2 gra, është se kur ti marin 2 gra, do i kenë 2 familje, edhe mandej, përveç tjerave, duhet me nda edhe farefisin. Do me thonë me gryën e partë, kemi shku të halla, nëse shkon të halla, su shkon të ajo halla tjetër, po me gryën e dytë kemi shku të daja. Atëherë do me thonë të kundërtët, dhe ketë këto kombinime janë të lodhshme. Na për shofëm që ka nisë fushata e kësaj AKI, shka ki po të thotë AKI, edhe këto nuk mundën muzatet, do me thonë, janë si ato kunatat i dhnushëm, nuk mundën muzatet, do me thonë, ky vetë, shka pretendon që janë lideri i BDI-s, do me thonë, nuk mundët me izatet 2 ortakët e vetë, me i ullë, do me thonë. Plus që ka tjera probleme, atë i mrejna ka lider ma të mëdhej se ajë. Ka ortakët e besës edhe të alternativës të u pajtun kur të shken të daja, kur të halla? Po, ato, u pajtun. Kanë vazhdu njësoj ato. Kanë vazhdu njësoj ato. Shef pensja kanë njës, pensja në të Mire, pas kanë bosh pricerin. Po, kanë bosh e Mirë, mos ta vazhdojmë më tepër këtë debat. Një tjetër çështje e cila edhe zoti Ramadani përmendi në fillim është që kemi një luftë fjalësh të themi mes kryeministrit Hristian Mickovski me Bashkimin Demokratik për Integrim. Si komentoni deklaratat e fundit të kryeministrit se qëllimi i tij është që ta çojë një herë mirë BDI-n histori, ndërsa ka akuzuar edhe se BDI mbështetet nga e majta. Tash duke më tha nga skena politike pas këtyne zgjedhjeve. Tash unë kështu e ndigjova. BDI-n e zhveshur nga pushteti, pas këtyre zgjedhjeve lokale, definitivisht tash dukin edhe nga skena politike. Kjo ishte deklarata e Mickovskit që ndigjova unë. Ndigjova para një 2 ore, pa e ka thonë sot, e ka thonë dje këto se di, po më duket se sot e ka thonë. Dje? Okej. Dhe e gjitha kjo më jep, me gjitha tem më jep mua drejt, kur them se temat kombëtare, shtetnore, do t'jenë me ndikim shumë të madh në këto zgjedhje lokale, sepse po e shohim se edhe vetë kryeministri Mickovski është implikuar po futet në debate të tilla, që ka të bëjë me atë se a do të kthehet BDI-ja në pushtet, ose do të Alianca për Kombëtare për Integrim a do të vijë në pushtet, ku bartë se ati koalicioni është BDI-ja, ose do të zhdukin nga skena politike. Dhe me thonë, kjo e bën të pashmangshme atë që them unë se temat lokale, të cilat vlenin ndoshta ka shumë qefti diskutoje dhe për arsye sigurisht vetat ju këtyne temave, ja që kryeministri i qeverisë tyne, po ju aktualizon. Dhe unë nuk shoh se bëjnë ndonjë gabim kur them se këto tema do t'jenë me një përqindje shumë të madhe edhe përcaktuese për rezultatet dhe për atë që parashikova se mund të ndodhë. Dhe nga ana tjetër më duket shumë e pahishme si deklarat, sepse në qoftë se angazhohesh për të zhdukur ndonjë subjekt politik nga skena politike, të paktën duhet t'japësh dhe ndonjë arsye më të fortë. Tash, në qoftë se arsyeja është se
Aleanca Kombëtare për Integrim insiston të ketë veting, duhet ta thot. Duhet ta thot. Në qoftë se mendojnë se Ali Ahmeti vetingun e ka blof, si që qeshet Ramadanit dhe atë do të thote, le t'ja pranojnë blofin, le ta bëjnë vetingun. Ose le t'jep do një arsye tjetër, pse është aq e rëndësishme që kjo parti të zhduket nga skena politike, ndoshta edhe ma bon mendjen edhe mu, mija arsye të cilat unë do t'i shoh si të kapshme, dhe ndoshta edhe unë do t'jem një nga ata që do të them e përbes për çato arsye që mi tregoi Mickovski, këta edhe nuk duhet merren me politikë, po nuk mjafton vetëm të thush pse unë kam qejf. E tash, qejfet mund t'i bëjmë me paret tona, në shtëpitë tona, në borët tona, ndoshta edhe në partitë tona, ndoshta, po jo gjithmonë, se edhe në parti është forum i madh, po më një rreth më të gjon i bëjmë qejfet tona. Po të përcaktojmë kush do të jetë, do të mbetet apo s'do të mbetet në skenën politike, për shkak të qejfeve tona, apo kalkulimeve tona, apo për shkak të dëshirës për të pat një koalicion me një partner, apo më shumë partner në tentativë për të bërë një për të pamundshëm dhe të dobët, kjo nuk më duket arsye për të dëshiruar ta zhdukish nga skena politike dikë që të duket kock më e fortë në negociatat edhe për një ndërtim tjetër fare të shtetit sot e tutje. Kur them tjetër fare, kam parasysh atë se unë jam shumë i bindur se e ardhmja stabile e Maqedonisë është e tillë që votimi i dyfisht me badenter duhet të futet edhe në më shumë sfera. Edhe votimi i qeverisë të jetë me votim të dyfisht. Mos të më jaftoj vetëm 61-shi, të lutem ta mbaroj, edhe 3 fjali. Mos jeti mjaftueshëm vetëm 61-shi, që mos mund nesër dikush si kryeministri të thotë unë dhe zname kam 63, këto tjerët mund të shkojnë te shtëpia. Duhet futet votimi i dyfisht me badenter edhe në ratifikimin për marrëveshje ndërkombëtare, qofshin dypalshe, qofshin multilaterale, qofshin për antarësime në organizata ndërkombëtare, sepse për shembull, nëse qoftë se kemi tash një qeveri për të cilën Komisioni Evropian oficialisht thotë se është absolutisht në shërbim të politikave të botës sërbe, ai nesër e bën një marrëveshje me Serbinë që neve s'na konvenon, i ngret 61 gishta edhe ne mund të bëjmë fyllit Ramadan. Duhet futet vendimi, duhet futet badenteri edhe në vendimin e gjykatës kushtetuese. Pse në atë të gjykatës kushtetuese? Që mos i kujtohet nesër dikujt thotë, a e din çka, hajde e hekim ne këtë punën e deklarimit përkatësisë kombëtare për formulareve kur do konkurrojmë për tu punësuar në administrat, edhe pastaj ne nuk kemi përqindje se dim ku janë çka janë, por të kemi edhe aty ta kemi një badenter, që mos i kujtohet dikujt i heke disa nene të ligjit për përdorimin e gjuhëve, për cilët deri para do kohë vleni thonte se s'është zyrtare, tash thotë nuk, Arben Fetai para 2-3 ditëve thonte rini rahat se se prek kush gjuhën shqipe. Tash ose nuk kishte, ose trim rahat se Arbeni u të na mbrojt. Se s'po i marrveshëm, kupta. Kështu isha këtë. Zoti Ramadan, ju si e shihni deklaratën e kryeministrit Mickovski? Do të thonë unë të themi në fillim që të fitojmë në kohë, si duket pak kamet, apo? Po, kemi edhe shumë gjëra për diskutuar. Në fillim e përmenita se kjo është një prej asimetrive, do më thonë e cila mund të sjellë probleme. Problemet janë natë, do më thonë, pikti muhabetit mundet me dalë që BDI është parti shqiptare. BDI është forcë politike anti-shqiptare dhe kete ka dëshmu. Mes tjera është edhe me Badinterin që e përmeni. I vetëmi rast ku Badinteri është rinegocu në detalje është marrëveshjen e majit me Gruevskin, kur atëherë janë caktuar çështjet cilat hinë. Përndryshe është krejt
do më thonë me 2/3 e shumicës edhe hinë ketë. mirë dhe Me meni, Badenter leta nuk regon ndrohet që- me 61, Let me bëje 61 as renegociat. kodi zgjedhor së ndru, jo më decentralizimi. Decentralizimi është punë tjetër. Këto janë zgjedhje lokale. Fol për decentralizim. Po jo, Badenteri hinë natë, Badenteri hinë Unë natë. thash ta Gjuhë futin Shqipe hinë Badenterin krejt. edhe këtu, Po edhe këtu, krejt edhe hinë, këtu. në krejt hinë. Thash, I vetëmi rast që ka qoftë shdrim se BDI-a dikush. ka bo keq, unë Vetëmi thonë, që ka vleni ta kutizu. bojnë pak ma mirë. Jo, po e ka bo mirë, e ka Kërkoje, bo. edhe votimi Vleni qeverisë Enezia bëhet Kanis. me Badenter. Po, ajo Kërkoje është- vendimet ajo e nuk gjykatës kuptohet. kushtetuese Ajo nuk bëhen me kuptohet. Badenter. Ketë ka Kërkoje mu- marrëveshjen ketë ka mu ndërkombëtare bëhen me voti, i Badenter. vetmi shka ka Vleni ndonë. ti kërkoje, Po, kupton, faktori, unë kom vetmi- qef ti kërkoje vlerë. Vetëmi Çto po të rast them? kur është negociu Badenteri, se Lebe shka Alia përfshihet është në na... opozitë, o Ramadan. Po, Vleni nëse është thom ti opozita, bëj. ajo është i damshëm, o ti. Oke, për në Ajo opozita opozita nuk është mund i të damshëm, bëje para, dëm, mo. do më thonë Vleni edhe- le ti bëj çto pak më mirë, am kupton. Ban Shkoja dam se në këshiret- opozitë Po është. të këshiret ban dam, si ajo është... Çfarë domi ju tu? Dam, ban ai se do me dal shqiptar, ajo nuk është shqiptar, është xhamati tim Shkupit. Hajde, hajde kret le tjetë qashtu si thotë. Vleni pse nuk i kërkon ti bëj më mirë Aty këto po? kujtu, aty bojsh, Vleni ka bërë me ligj. Cilën, bre? Vleni e bërë Cilën me ligj? ligjin për përfaqësim të drejtë. Ku o, mre, Ali? Po që ka me pru shtash. Si do bësh ligj për përfaqësim Po drejt e pa ka numra, bo, vlla? e ka bo. Po, matematika, Po numrat i ka, përgjigje, numrat i ranë gjykat s'ka. kushtetuese, t'ja e di. Po pikrisht për Rezident çato edhe se jo bësh. rezident. Jo, po çato janë numrat. Në qoftë se ti nuk e Cilat din numrat? sa njerëz i Po ke në edhe këtë gjykata institucion kushtetuese. dhe në qoftë se e hek Po ka me pru ai përgjigjen, ligjin. ti Po ligjin nuk për e hek përfaqësim përgjigje, drejt çfarë mund përgjigje? vetëm ta ndrosh shkruash Po, pallavra jo, dhe more, thosh ç'a ligji. Mirë, Jo, mirë, ja, ligji ligji ka kërkon marrë numra pas konkret numrave. dhe Po përgjigje numrave konkret. ka me arë borgje, edhe Jo, gjykatë kthehemi në numra. temë, kthehemi në temë për shkak se jemi të Deklarimin për jemi të përkatësi po, kombëtare ja kanë hek. Se kanë heki, Si se gjykata kanë hek? kushtetuese, ala su ka sos nuk mundët. Apo, a? Nuk mund, po mundët, që shka pru vendim. Ramadan tash. Që shka pru vendim, tja e di se gjykata kushtetuese nuk është e plot. Haj nuk fol. Po jo, po fol 7 sene për një... Deklarimin. Aba gluposta po fol. Deklarimin e kanë hek, Po bre, si se se e kanë hek, e kanë hek me 5 vota ti, e di se e kanë hek. Do me thonë si janë konë, as Do me thonë atare tash shqiptar, nuk- as ajo sa konë. Ajo është i kontestushëm, vendimi është i Tash, kontestushëm. çka më Si thu, për se gjuhën. në formularet kur konkurrojnë për të punësuar në administratë shtetënore, Po, e ka grafën se di, përkatësia se di di. mas pronti si Se është. ka, bre, që E unë ka e di. më dysh e Unë ka. mos thuaj se, jo, Me se vjetë ka. Mirë, me- vetëm po hapni temat, se Po, nuk se di i pse kemi po nuk i kemi ashtu. në diskutim. Po. Ishim duke folur. Do me thonë të jo proporcionaliteti. Këtu thash ka rrezik, do me thonë, njësoj, sikur Izet Megjiti që miret me Levicën, edhe Mickovski nuk ban më marrë me BDI-ën, ekskluzivikisht, nuk ka përmin, asë njerë Mickovski Akijen, do me thonë ka përmin BDI-ën, edhe atë ka, aje ka në perceptimin e vetë të vazhdushëm si element antishtetror. Edhe për atë do me e sulmu aj, edhe tash tha, njës me Stuka Sobrani, do me thonë, ne jemi mbledhur këtu, aty përfshinjet edhe Vleni, edhe Znami, edhe Ketë, edhe i dha gjevap Levicës, do me thonë, të kampit vetë dikujt, që e ka konkurent real, se lëse do mojnë mos pe ka konkurent real, ose aj s'pe shef, atëre atë që ka e ka real, i tha pse ke nxirti kandidat, që është një kundërthënie e Levicës, e Majtës, që duhet të sqaroje. Si ajo pretendon, do me thonë, me aqë parti ideologjike, me qenë parti nacionaliste, e cila do nxjerrë kandidat, edhe dalet lavdrohet me atë se nxjerri kandidat Maqedonas, edhe shumë mirë ishte përgjigja e Mickovski që pse s'nxorën Veles, Njegunovce, po tha nxore aty. Do me thonë, ti i të dasht edhe akuzoj politikisht. Manë s'mana e të se di, edhe se di si do zhvillohen senët, po a e dha me dvetën një gjevap kësaj pune, do me thonë edhe në këtë ishti me poentu. Në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare kishim një fushat të ashpër mes Mickovskit kryesisht, konkretisht në fakt, me kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, por edhe me gjithë strukturën e BDI-s. Tani, bazuar nga këto deklaratat e fundit, në vazhdimësi, për shkak se... Jo, këtu e kanal, Vleni e kanal, do me thonë, pa 2-3 herë që e nalën në këtë aspekt. Jo, e nalën në këtë aspekt, edhe ajë tash mirët me Levicën, do me thonë, me BDI-n kur mirët shkaku i Levicës. Kjo është avansimi i kësaj, se atë diskurs ja kanal dikush për Vlenit, do me thonë. A për kupton, a në zgjedhje parlamentare, a jatë shumë mjeshtërisht e përdore për me mrit qatë rezultat. Shka thash une, me 54% Maqedon, 90% me pas pushtet. Dhe tash thua që e përdor kundër të Majtës për ta njollos
që mos të mundet e majta të rritë votë? Sikur që përpara e bajshin. Ju kujtohet ajo faza kur dëshin me ardzu LSDM-s qeverien, do me thonë mbledhen Arianiti, Levica dhe Sen, edhe atër ishte muhabeti vetëm ku, jo, është Levica këtu, së është Levica, atërë vëmëroja me 48 deputet, doli njësoj me lëvizjen populli, apo kupton? Unë njëjtën tavolinë, se ajo ishte një lloj sakrifice, pse atër ato menojshin se ashtu do bëhet. Edhe tash, këto janë lojra politike që mundohen të pojnë tiratin, ama nuk besoj që do ketë reflektim ketë, shkaku se Vleni është shumë i fuqishëm edhe kjo është qeveria e Vlenit. Mirë, a shojmë shenja që partit janë më të interesuara për propagandë politike se sa për ide konkrete për zgjidhje të problemeve qytetarëve? Po, bile propaganda shkon deri aq larg sa që dikush në studio thotë se Mickovski edhe unë kemi qejf të shohim Ali Ahmetin jashtë politikës sepse është anti-shqiptar. Konkretisht sonte. Deri këtu shkon propaganda. Thotë Mickovski... Mickovski dhe unë. Po tha se Ali Ahmeti është anti-shqiptar. Ali Ahmeti është jo shqiptar, BDI-a është parti anti-shqiptare. Qatë thash, edhe qëndroj, edhe ta përsërit se edhe njere. Mickovski do me lujt në natë. Mickovski do me lujt në natë. Pse nuk e do? Për shkak se anti-shqiptar? Jo, anti-shtetërore. Mickovski e ka me vetën e ka sqaru. Do me thonë ti interesin shqiptar, të shqiptarëve me qenim, interesin shtetëror i nda. Jo, i ndaj, unë për veti i ndaj. Unë për veti i ndaj, pëse unë e kësho flas, unë e këtë diskurs e kam. Ama aj si e ka të vetën, ama aj e ka të regu, do me thonë, ti edhe Mickovski, a jeni dakord se Ali Ahmeti do të zhduket nga të skena politike? Jo, unë s'kam qëndrim, unë jam analist, nuk jam politikan. Po si më rëtit mund... Nuk jam politikan. Ama kadal, ti thu ajo është anti-shqiptar? Jo, unë të kalzoj. Edhe thu mund të rijen politikë. Me të bëmën e vetë... Unë që fse më besi dikush anti-shqiptar, unë se du në skena politike. Ama unë s'kam një vote, kam si qytetar. A shet deri ku shkon propaganda? Që deri ku shkon propaganda, që është përgjigjen pyetjen tënde. Që deri ku shkon propaganda? Ali Ahmeti është anti-shqiptar, Mickovski duke do, ama unë thotë jo, për unë jam analist, unë jam neutral. Tash më kupton. Që kjo propagandë e palogjikshme. Është një halakom që nuk e dim çka folim, nuk na lidhet logjika me para 15 minuta. Mendimi i parë me mendimin e tretë din kundërshtim kokë në kokë. Kjo është propaganda e cila do të vazhdojë edhe 19 tetor, edhe pas 19, edhe vitin e ardhshëm kur do të ketë zgjedhje të parakohshme bashkëkohore. Çe çka do bëjë propaganda? Çe ç'është do bëjë propaganda? Po jo, sa është kjo propaganda, unë jam analist, unë jam parti politike. Unë qëndrimi i Ramadani si votues është se BDI është forca anti-shqiptare. Mes tjera që ka argumentu me këto shka i përmend ki Badinterin. BDI është e vetmja parti politike në historinë e politikës shqiptare në Republikën e Maqedonisë që ka pranuar të rinegociohen çështjet cilat janë fitu me luftë. Do me thonë, ajo është puna e Badinterit. Okej, edhe për qatë jënë... E vetëmja do me thonë të marrëveshja marit atëre, edhe nuk ka dalë. Hajde, tash Vleni pse renegocion? Ka mirë renegocion, Vleni e në zakanisht shumë më mirë. Njoni për liderave të Vlenit, zdia e lexon shpesh, do me thonë, a i cili ka mas shumë të votër, Bekim Qoku, a i shpesh i përmen këto sejnë dhe i kalzon krejt platformën se si ka në bërë. Atër që ka kryme, se ka thonë Qoku, ka na e kryme, se pas nani, falender. Mirë, ta zbusim pak edhe diskursin. Jo, më mësë më gjitë lafe, edhe njerë si të më gjitë lafe, si të më gjitë shlafe edhe njerë. Ne edhe privat që të bëjmë lafe. Jo, ama nuk ka, këtu e kene opinionin, zvanë me një lafe, se e kanë po njerëzi që ka këmë thonë para 5 minuteve. Para 5 minuteve. Unë e të kalzova, BDI është parti anti-shqiptare, nuk knaqë të e përsëri. Alia Ahmeti thash nuk është shqiptar. Politikisht nuk ka shqiptar. Aja është gjemati tim Shkupit edhe ka deklarat vete. Do me thonë, ti pajtohesh me Mickovski, qka që të thash unë pëse nervozon? Po që ki du ma në gjite. Si betan gjita që që tash për vërteton? Nuk kam lidhje me Mickovski. Mickovski ka qëndrim politik. Mickovski ka qëndrim politik. Po e përfundojmë këtë pjesë. Flasim për qytetarët dhe për pritjet për shkak se qytetarët janë ato të cilët presin nga partit politike zgjidhje konkrete problemeve të tyre. Sa do të kenë pesh problemet konkrete të komunave, infrastruktura, ndotja, shërbimet në krahasim me narrativën e madhe politike, përplasjet ditore politike të cilat janë aq të ashpra sa po reflektohen edhe në studion tonë.
Zoti Ramadan. Po, unë mendoj se këto zgjedhje, thash, ka dy përparësi që ndodhë, sidomos në pjesën shqiptare. Një është një forcë politike arsyeshme, e cila përbëhet nga 5 ortake, i ka emrin Vlen, dhe ajo insiston që këto zgjedhje lokale të bëhen projekte lokale dhe për qëndrim lokal. Kjo kombinuar me avancimin e dytë edhe me mirësinë e dytë që është duke ju nodhë shqiptarëve, e ajo është e kandidatëve të pavarur, do me thonë të cilët nuk kanë shka me folë, do me thonë ato me umarë me Mickovskin ose me njitë lafe Ramadanit, po ato mirën konkretisht me gropa, me udhë, me projekte lokale dhe njofin mas mirë të lokalitetin e vetë, qofë në Struk, qofë në Gostivar, qofë në Dibër, do me thonë këto kanë me ndiku natë që vërtej këto pikëtitve zgjedhjeve lokale të kenë përfitim komunitetet lokale. Edhe kjo bëhet në një mënyrë që është duke u zhvilluar, sa i kemi pa deri tash se ende se ka nisë fushata, duke e majtë shqiptarët votën truç. Do me thonë, shka do me thonë me pas votën grumbull ose truç, është kur një lokalitet i caktum tregon se thot që këtë herë kini me nevnu ujin. Edhe shkojnë të dy partit, edhe kandidati pavarur, edhe pa tjetër kanë me qu, ku ta di une, në fshatin Pallçisht, kanë me qu ujin këtë herë. Edhe kjo është e mirë, edhe une këtë e parashikoj se është në dobi të qytetarëve, do me thonë për të parën herë atu punu, do me thonë ka bagera, edhe dikush ka bo projekte, paraprakisht ka investu në ketë. Edhe për atë mendoj edhe jam optimist se këtë herë kanë me pas përfitim qytetarët, do me thonë në nivel lokal, se këto janë zgjedhje lokale. Ju faleminderit. Zoti Aliki. Po, pajtohem. Sigurisht se do të ketë benefit për qytetarët në përgjithësi, sigurisht se rritet presioni para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve, premtimet i dim, i japin 10, i mbajnë 2, 3, i mbajnë 5, më varet kush si e ka tash peshore, më varet kush qka shek se peshon më shumë, për shembull, a peshon më shumë 300 metër asfalt, a peshon më shumë zdiune, një pishin e re në Teto, a peshon më shumë përsëri, do them, një renovim kulmi apo një shkollë e re komplet në Reqis të vogël, kështu e them si shembull. Dhe në varet edhe dioptria, po se do të ketë benefite përgjithsisht, pavarësisht se cili kandidat fiton, sigurisht do të ketë me njërin me tempo më të shpejta, me tjetërin me tempo më të ngadalta. E dim se më varen edhe shumë gjëna fatkeqësisht, më varen edhe nga dëshira e qeverisë, sepse komunat tona janë në një farë mënyrë lypsake. Duhet të bëjnë projekte konkrete, të konkurrojnë të Ministria e Arsimit e të Shëndetësisë për një projekt këtu e atje, që të ndahen mjete edhe të bëjmë këtë projektin, atë projektin. Këtu e dim se ndikon a është i partisë tonë kryetari komunës a nuk është. Dhe ndodhen që të jetë pak më i suksesshëm kryetari që është nga radhët e partive që janë pushtet, se sa ai që nuk është. Por kur ndrojnë pushtetet, ndrojnë edhe raportet mes komunave, kështu që nëse këtë vitin e parë, vitin e dytë, komunat ku i kanë pat kandidatët ose këto kryetarët e komunave nga radhët e Vlenit kanë përfituar më shumë, tash ndoshta këto vite, 2 vite të ardhshme mund të vijë puna të përfitojnë këto të aleancës kombëtare për integrim ku do je. Edhe në përgjithësi pajtohem me Ramadanin do ketë benefite për të gjithë. Mirë, dhe një pyetje për në fund, edhe zoti Ramadani në fillim i përmendi që këto zgjedhje kemi edhe disa kandidatë të pavarur, sa do të mund që ato t'i bëjnë ballë edhe struktura të mëdha politike. E kanë të vështirë, e tha edhe Ramadani më herët, edhe aty dakordohem me Ramadanin. Ka kandidat kualitativ, shumë kualitativ, shumë të mirë, që do të ishin kryetar shumë të mirë të komunave. Por rrethanat politike tonat janë ashtu që për të fituar një kandidat i pavarur është me të vërtet e rëndë, pa mos pat përkrahje të subjekteve politike. Tash, në këto zgjedhje ne kemi kandidat të pavarur të cilët kanë përkrahje partijake dhe kemi kandidat pavarur që nuk kanë përkrahje partijake. Ato që kanë përkrahje partijake, sa kam mbajt mend, është
kandidati i pavarur zotëri Enver Pajaziti në komunën e Bërvenicës, që ka përkrahjen e Aleancës Kombëtare për Integrim, dhe zotëri Mendi Qyra në Strug, që ka përkrahjen e koalicionit Vlen. Ndërsa Visar Ademi, që është një kandidat super i mirë, nuk di se ka ndonjë përkrahje partijake. Megjithatë jam i bindur se do të ketë rezultat shumë të mirë dhe bile në qoftë se do të ketë rreth të dytë, sepse sipas parashikimeve të mia është e vështirë të ketë edhe rreth të dytë, nga që nëse i bëjmë bashk votat e Taravarit dhe të Aleancës Kombëtare për Integrim, del se mundësia është shumë e madhe që aty garat mbyllet në rrethin e parë, sidoqoftë unë Visar Ademin minimalisht e shoh në vend të dytë para kandidatit të koalicionit Vlen për shkak të aftësive të tij. Zoti Ramadani, edhe nga ju një koment për fund për kandidatët e pavarur. Po, mos të harrojmë, do më thonë se i përmena më fillim, po prapë mos të harrojmë, do më thonë kandidat pavarur ka edhe një tjetër në Strug, do më thonë Besniki, ai advokati. Nuk e di. Po, mandej në Dibër, mandej tash një është paraqit në Dollnen edhe një në Saraj, ashtu që tash folmi, po, edhe në Araqin, e tash folmi, do më thonë për shumicën e kandidatëve pavarur, se unë mendoj se kanë shansa, sidomos të shqiptarët. Mos harrojmë, do më thonë, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut e kanë dëshmu vetën disa herë që kanë votuar me smart vote. Do më thonë, shka vend smart vote, ajo i vjen, do më thonë, një herë kur e kanë ardhu Gruevsken prej pushtetit 2016, do më thonë, atëherë shqiptarët kanë qenë qaqë politikisht smart, do më thonë të menqër që të votojnë për të parën herë në suaza post-etnike, do më thonë te etnike, kanë votu te etnike në vetë qytetarë, do më thonë, s'po flasme për artikulimin, po, për artikulimin, do më thonë, ka pas vota për te etnike, edhe dyta është me rastin nëse ju kujtohet, do më thonë, kur ka qenë kandidat presidencial Imer Selmani, atëherë ishte një eufori që edhe një pjesë e Maqedonasve, sidomos pjesa jo Maqedonasve tjerë, përveç shqiptarëve dhe Maqedonasve, do me thonë, turqit bosnjakët pa të marë shumë një përkrahje pa të marë atëherë kandidati, atëherë kishte një kombinim të kësaj vote, do me thonë vote të menqur, që njerëzit votuan për kandidatët lokal si i patën, si pas partijave, si pas parashikimeve, kurse për presidenciale, atëherë ishin bashkë me presidencialet, do me thonë, atëherë u pas që ishte shqiptarët ka shumë kapacitet për kësi votat të menqura. Edhe unë e mendoj se prapë të shqiptarët ka shumë kësho qytetarë, do me thonë që votojnë qytetarë dhe ato do e njofin, do me thonë do e njofin edhe Visar Ademin, edhe Ramadan Imerin në Dibër, edhe Mendi Qurën ashtu, edhe do din të votojnë, do me thonë munën për lista partijake, listat këshilltarës do votojnë si pas suazave të veta, kurse për kandidat kryetarëve komune. Edhe mendoj se në një kësi kombinimi, kanë shansa të mira, do më thonë, në shumë qytete shqiptare, edhe pse jo edhe të fitojnë, do më thonë, të dalin rreth të dytë, po edhe të fitojnë. Duke ditë kapacitetin historik të shqiptarëve të Maqedonisë, se kanë kapacitetin, se nuk është, do më thonë, nuk është tash shumë ma zor me fitu Visar Ademi në Gostivar, se sa e ka pas zor me fitu Rufi Osmani atëherë, ketat nomenklatur, ose Arben Taravarit parën herë. Kur e ka fitu, do me thonë, parën herë Arben Taravari, atëherë ka pas kontrol absolute, do me thonë, për BDI-s edhe VMRO-s, kur ka fitu të parën herë Arben Taravari. Ako shumë zorë. Edhe Rufi Osmani edhe Arben Taravari kanë pat përkrahje partijake. Unë thash, mirë, ama pa përkrahje partijake e ka shumë të vështirë. Kjo ishte e qëtë. Ajo tamam, atë thash, ama në këtë rast... Unë thash, Mendi Qyra ka shansa sepse ka përkrahje partijake. Enveri ka shansa sepse ka përkrahje. Unë jam të thonë diçka tjetër, se këtu ki edhe rastin e kësaj smart vote, do me thonë, ato për lista partijake mundën me votu, po për kryetare shofin denjë Ramadan Imerin. Shumë dakord, jo martin, për mendis është pa mjaftueshme përfitare. Kjo ishte. Atë shkathojnë do e shofin në bazë të rezultatit. Atëherë, ju falenderit që ishit Falenderit dhe ju. Shikues të nderuar, ju falenderit edhe juve për vëmendjen dhe nga unë Ersan Pajaziti, bashkë mirupafshim.
Misioni ynë është ai që na identifikon. Rinisim rrugtimin e programit Motiv në hapësira inovative, që na krijojnë energji të reja për të ofruar më të mirën. Misione, objektiva, triumfe, ideale, vlera. Sjellim në ekran modelet të suksesit të profesionistëve me qëllimin për t'ju ofruar të rinjve motivim. Mesazhe, optimizëm,